Këtë të premte besimtarët musliman kremtojnë festën e Kurban Bajramit, duke uruar të gjithë besimtarët. Miftyu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, konfirmon se kjo nuk është thjesht një festë, por është festë e sakrificës, e dhënies dhe mbajtjes së fjalës. Është një ditë e rëndësishme ku të gjithë duhet të shprehin besimin ton. Fillimisht dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve të qytetit të Vlorës dhe Mezgjër, kudo që ndodhen, festën e Bajramit të Kurbanit. Bajrami i Kurbanit nuk është thjesht një simbolik që të prejmë një dash apo një dele dhe ta ham atë, por është simbolika e sakrificës, e dhënies së fjalës dhe e mbajtjes së saj, e dorëzimit tek Zoti i gjithësisë dhe sinqeriteti në veprat që bëjmë. Siç e dim, Ibrahimi a.s., pejgamberi i Zotit, i dha fjalën Zotit që nëse unë do të kem një fëmijë nga ana juaj, unë do ta flijoj atë. Dhe Zoti i gjithësisë i dha Ismailin a.s. për ta provuar se sa ai e mban fjalën. Një gjë që neve na mungon. Japim fjalën por nuk e mbajmë. Dhe në fakt kjo festë është pikërisht për të na kujtuar neve atë që nëse kemi dhënë një fjalë duhet ta mbajmë. Kjo nuk është vetëm për nga ana fetare, kjo nuk është vetëm për nga ana familjare, kjo është nga të gjitha anët. Nëse neve një politikan na ka dhënë një fjalë, ai duhet ta mbajë. Nëse një baba i ka dhënë fëmijës së tij një fjalë, duhet ta mbajë ose nuk duhet ta jap. Kjo festë është pikërisht për të na kujtuar neve origjinën tonë, që njeriu nëse i jep fjalën duhet ta mbajë. Ne i kemi dhënë fjalën këtyre njerëzve që do t'u japim paqe, do t'u japim lumturi, atëherë duhet të bëjmë çmosin që këtyre t'u japim atë që u kemi dhënë fjalën. Hoxhallaku ka theksuar njëkohësisht se falja do të bëhet në orën 7 të premte në Pallatin e Sportit në Vlorë, ndërsa pritja zyrtare do të kryhet prej orës 9. Faljen do ta bëjmë tek Pallati i Sportit pra flamurtari në orën 7, fillon në 6:30 të mëngjesit programi, në 7 bëhet falja dhe nga ora 9 deri në 10 tek salla e pritje në Holiday kemi pritje zyrtare të Myftinit. Festa e Kurban Bajramit, një ditë e rëndësishme për të gjithë besimtarët, një festë e quajtur e sakrificës dhe mbajtjes së fjalës.